nëse një njeri do drejtohej tek ju, duke parë sot edhe tregun, duke qenë se janë edhe një moshë që nuk e dinë edhe se çfarë duan, nuk e njohin mirë edhe tregun e punës. Nëse dikush do kërkonte një këshill tek ju, ku do i orientonit? Së pari, unë mendoj që do duhet marrin informacion lidhje me tregun e punës. Çfarë kërkon tregu i punës sot? Sot për sot në Shqipëri, të pakatën ka 3 sektorë që kërkojnë punëtor në mënyrë të jashtëzakonshme, punëtor dhe punonjës. Administrata shtetërore është gjithmonë numër 1. Në një mënyrë ose një tjetër ka gjithmonë vendet të hapura në administratë, shumë shpesh i preferojnë. Ekziston akoma i miti me mik ose vështirësia për të gjetur një punë në administratë me meritokraci? Patjetër që ekziston. Kjo është në administratë, po edhe në gjithë sektorët e tjerë. Nëse flasim sot për sot, sektori i ndërtimit është gjithashtu një sektor i fuqishëm dhe kërkon punëtor vazhdimisht. Po çka ndodh me sektorin e ndërtimit? Vetë qeveria ka deklaruar që 60% e sektorit të ndërtimit është informale. Çka do thotë që njerëzit që punojnë atje, qofshin këto punëtor të thjesht, sot për sot sektori i ndërtimit është një nga më të kërkuarit, le të themi, për çështjen e numër punëtorësh. Ka një numër të madh që kërkohet në të gjitha profesionet që janë të lidhura me ndërtimin, duke filluar nga punësimi më i thjeshtë i forcës krahut, tek një punëtor i thjeshtë, por edhe tek inxhinier e të tjerë arkitekt e të tjerë me radhë. Çka ndodh në sektorin e ndërtimit sot për sot? Llogaritet që rreth 60% e sektorit të ndërtimit është një punësim informal që ofrohet, që nuk është diçka e mirë për ekonominë. Ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme fakti që nuk pagohen sigurime shëndetësore dhe shoqërore për personat që punojnë në këtë sektor, i cili ndikon në pak para në buxhetin e shtetit. Sa më pak para të ketë, aq më pak investime mund të bëhen, ose mund të mbështeten skemat e sigurimeve tona shoqërore, më pak para për pensionistët. Është e rëndësishme që çdo sektor që punohet të ketë punonjës të cilët së paku kanë një kontratë të rregullt pune, individuale, por në rastin e ekzistimit të sindikatave dhe kontrata kolektive, të cilat i ndihmojnë dhe mbështesin edhe më shumë punëtorët ose punonjësit në atë sektor, dhe gjithashtu duhet paguhen rregullisht sigurimet shoqërore shëndetësore siç është vendosur në ligj. Ndër të tjera, dhe kjo është vetëm një pjesë e punës, duhet ofrohen gjithashtu kushte të mira pune për punonjësit. Dhe kur flasim për kushte të mira pune, flasim për sigurinë në punë, flasim për paga të dinjitetshme, të cilat i lejojnë njerëzit të jetojnë një jetë të dinjitetshme për gjatë gjithë muajit dhe të mbajnë familjen e tyre, por edhe për një ambient pune i cili është demokratik, një ambient pune i cili i mbështet punonjësit e vet të jenë të aftë, të jenë më produktiv se që janë zakonisht, por edhe të jenë të aftë të shprehin veten e tyre. Nuk mund të funksionojë sot për sot, dhe këtu po flisnim për gjeneratën Z, realisht nuk mund të presim që të rinjtë e sotëm të funksionojnë dhe të i bien dakord në një ambient pune i cili ndihen sikur shfrytëzohen apo ndihet sikur ka presion psikologjik. Sa më i vështirë të jetë ambienti i punës, aq më vështirë bëhet dhe puna. Dhe të rinjtë për këtë arsye zgjedhin që të lëvizin nga njëra punë tjetrën.